Kush është 54 vjeçari që humbi jetën nga përmbytjet në Durrës? Ditën e sotme, shtetasi Astrid Hysenaj, 54 vjeç, u gjet pa shenja jete në zonën e Plepave në qytetin e Durrësit. Sipas informacioneve, dyshohet se Hysenaj humbi jetën si pasojë e përmbytjeve në qytetin e Durrësit. Sipas uniformave blu, 54 vjeçari është gjetur pa shenja jete në zonën e Plepave, teksa një ditë më parë ishte shpallur i zhdukur nga familjarët e tij. Ai punonte pranë ndërmarrjes komunale dhe dyshohet se ka humbur jetën në krye të detyrës. Sipas raportimeve, Hysenaj kishte shkuar të monitoronte situatën nga përmbytjet dhe dyshohet se e ka marrë rrjedha e ujit me vete. Në vijim të informacionit të dhënë pak më parë për largimin nga banesa të shtetasit Astrid Hysenaj, 54 vjeç, informojmë se pas kërkimeve të kryera nga shërbimet e policisë dhe nga polumbarët e Reneas, u gjet trupi pa jetë i 54 vjeçarit në një kanal kullues në afërsi të ish repartit ushtarak. Paraprakisht, dyshohet se shtetasi AH është marrë nga rrjedha e ujit, thuhet në njoftimin e policisë.